Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe në fakt redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë disa histori, disa ngjarje të ndodhura ditët e fundit, më saktë 24 orë përpara dy prej ngjarjeve që trajtohen sot, ngjarje të trishta. Por fillimisht dua të përshëndes juriste Nexhi Beqiri. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do jemi të dyja së bashku sot, por fatkeqësisht do të përcjellim lajme jo fort të mira për ato që kanë ndodhur me shqiptarë të denoncuar në studion e emisionit Pa Gjurmë. Vetëm përpara disa ditëve, redaksia e emisionit Pa Gjurmë mori denoncimin e një vllai nga Italia, i cili ishte në kërkim të motrës së tij, dhe bëhet fjalë për Floresha Pengu, një 35 vjeçare nga Elbasani, e cila kishte për afro 3 vite që ishte larguar në emigracion në Itali dhe jetonte me bashortin dhe 2 vajzat e vogla. Një mëngjes të 22 tetorit të vitit kaluar, ajo doli si çdo ditë për të shkuar në punë, por prej asaj dite nuk u kthye më në shtëpi dhe 4 muaj që familja e kërkonte denoncim në policinë italiane, por për Floresha Pengun edhe televizionet italiane bën thirrje që kushdo që kishte informacion të ndihmonte familjen Pengu. Por si humbi kontaktet dhe çfarë tha vllai i saj Gjergji Likollari në një lidhje direkte me studion e emisionit Pa Gjurmë, unë dua të prezantoj një kronik dhe rikthehemi. Kanë kaluar rreth 3 muaj nga zhdukja 35 vjeçare shqiptare, Floresha Pengu, e cila jetonte në Trento të Italisë, që prej datës 22 dhjetor ajo ka humbur çdo kontakt me familjarët. Sipas të dhënave, Floresha u nis në mëngjes për në punë dhe pati një komunikim të fundit me bashortin përmes mesazheve. Pas kësaj nuk ishte përgjigjur më. Ishte bashorti ai që njoftoi policinë për zhdukjen e saj. E kam zbuluar që më ka marrë vendrin në telefon dhe më ka thënë nuk e gjej motrën. Ka ikur në mëngjes për në punë, tha, dhe nuk e di ku është. 2 ditë përpara un kam qenë të shtunë dhe të diel atje. Të hënë të martë kam folur në telefon, të mërkurën në mëngjes më merr vendri, thotë që nuk është. Kur vajta të mërkurën në drejk atje, e kam pyetur mos bëj ndonjë debat në darkë, si të zhduket ky njeri. Jo, tha, nuk. Vëllai 35 vjeçares tregon se mëngjesin e 22 tetorit, Floresha u nis për në punë dhe se 2 ditë para zhdukjes, ai e kishte takuar motrën. Ajo i kishte treguar për periudhën e vështirë që po kalon në jetë, por shton se asgjë nuk ishte dukur kaq serioze. Atë mëngjes të 22 tetorit që motra juaj ka dalë për punë si çdo ditë, do shkonte në vendin e saj të punës, ajo ka dërguar dhe një mesazh bashkëshortit. Po, siç kam thënë, pra mesazhi nuk e di me ka shkruar të vërtet motra ime, se telefoni nuk është gjendur. Por numri i përkiste motrës tuaj. Po. Mund të na thuash në atë mesazh çfarë ka lënë të nënkuptoj motra juaj bashkëshortit të saj? Po, ka thënë në mesazhi shkruante që kujdesu për fëmijët, unë po iki në lumi kebabi. Por siç thash që nuk e beson që ka shkruar motra juaj. Nuk besoj se do më shkruante edhe mua ose mamit ose prandaj kam dyshime, nuk e di nëse ka shkruar vërtet motra. Ndërkohë autoritetet italiane kanë zhvilluar kërkime të zgjeruar me policinë, zjarr fikse dhe helikopter, përfshirë kontrolle përgjatë lumit Adige, por pas një rezultat konkret. Familjarët shprehen të dëshpëruar dhe të frikësuar për fatin e saj, duke theksuar se mungesa e informacionit e bën pritjen dhe më të rëndë. Ajo ishte gjithmonë mbështetja për neve, për mua, për motrën që kam në Greqi dhe për mamin. Na shikonte ndonjë video për të qeshur, na jepte gjithmonë kurajon. Vetë mbase ishte e mërzitur kështu, po nuk na i tregonte. Ju lutem, kush e ka parë, kush di në informacion të kontaktoj, ta gjejmë sa më parë. Një vllai që bëri thirrje në studion e emisionit Pa Gjurmë që kushdo ka informacion mund të ndihmoj për gjetjen e motrës së tij, dhe Gjergji shpeshherë më dërgonte mesazhe. Dhe në fakt ditën e djeshme, teksa po kthehesha në shtëpi, Gjergji më dërgoi një mesazh që u shokova me atë që ai më shkruajti. Regjia do më ndihmoj për ta lexuar mesazhin që i vllai më nisi pas ditën e djeshme në celularin e Pa Gjurmë. Përshëndetje Odeta. Pardije na u desh të verifikonim identitetin e një vajze të gjetur përgjatë lumit në qytetin ku ajo ndodhesh, 40 km larg shtëpisë së motrës time. Fatkeqësisht ishte ajo. Jemi duke u përpjekur ta sjellim
në Shqipëri sa më shpejt jetë e mundur. Të falenderoj që trajtove dhe fole për zhdukjen e saj dhe falenderojmë të gjithë ata që dërgojnë ngushëllime për familjen tonë, ditë të mbarë dhe punë të mbarë në misionin tuaj. Fatkeqësisht të dashur miq dhe dashur Nexhi, kjo 35 vjeçare, nëna e 2 vajzave, u gjet e pa jetë buz një lumi shumë kilometër larg shtëpisë ku u dyshua nga policia për një vetvrasje të mundshme. Këto 30 vjetë shqiptarët apo 35 kanë emigruar, gjithnjë me idenë që do janë shumë më mirë nga vendi i tyre. Të paktën jo thjesht për vete, por për fëmijët e tyre. Kur ka shkuar ande kanë gjetur një realitet që s'ishte aq i lehtë, s'ishte ashtu siç e kishin ëndërruar. Do thënë, duhet të punosh fort, duhet të mësosh direkt gjuhën, për ata që nuk e kanë ditë në vendi ku kanë shkuar, do të krijosh lidhje. Gjergji me të ndjerën viktimën, vetëm përpara disa kohëve kishin humbur babain dhe ajo e kishte përjetuar shumë humbjen e babait. Dhe në mesazhin e fundit ajo ishte shprehur qartë bashortit, kujdesu për fëmijët se unë do shkoj te babai. Nuk dihet, vetëm shpirti i saj e di çfarë mund të ketë përjetuar dhe gjendja e saj e rënduar kaq shumë psikologjike që e çoi në vetvrasje. Unë si mendoj, natyrisht që ky fakt është akoma më i rëndë, sepse një vajzë për babain, si thua, është e përgjëruar dhe që të përjetosh në moshën 35 vjeç ikën e prindit është shumë e rëndë. Domethënë, në një moshë të madhe dhe mua kur ka ik babai, kam thënë që iku çatia e kokës. Çatia e shtëpisë, po për personin konkret është si çatia e kokës. Domethënë janë dhimbje të mëdha. Tani po të ishte në Shqipëri ndoshta do kishte halla, tezet, do takoheshe, do përjetonte kujtimet që kishte patur në shtëpinë e babait, apo në shtëpinë e vet kur kishte ardhur babai. Pra është tjetër situatë kur je në vendin tënd, flet me gjuhën tënde, je mes njerëzve të tu, njerëzve jo vetëm të familjes, po dhe të komunitetit ku jeton. Pra është shumë herë më e lehtë. Gjendja shpirtërore e një njeriu është edhe, si thua, e përballon më kollaj një dhimbje, një trishtim e tjerë. Por mbas kësaj ajo ka menduar që të iki nga kjo jetë, atje ka gjetur fatal. Pastaj ka shkuar në atë vend që ka gjetur vështirësi të tjera. Shumë kilometër larg banesës ku jetonte me bashortin dhe afërsisht 40 kilometër larg. Fakti që ka lënë një mesazh të tillë të bën që është bërë një akt i saj mbi veten e vet. U gjet viktima, e ndjera Floresha Pengu, 35 vjeçare nga Elbasani, u gjet buz një lumi dhe u dyshua fillimisht kur mediat italiane të parat që e nxorën si lajm që mund të ishte mbytur, por unë kam patur një bisedë me vllain e saj Gjergjin para ditën e sotme, i cili më tregoi se nga ekspertiza mjekoligjore ajo ishte vetë helmuar dhe trupi ishte gjetur buz një lumi, pra nuk ishte mbytur, por kishte shkuar deri afër lumit. Nuk ishte mbytur, por si duket atë helme ka pasur në çantë dhe ka pirë aty. Ajo ka qenë e përgatitur që, domethënë, e vendosur që do ta bënte akt. Më vjen jashtëzakonisht keq. E dhimbshme. Se mendoj jo thjesht personin konkret, por moshën që ka, një bashorte, një nën vete e fëmijëve, po e mendoj si çdo qenie njerëzore, çdo njeri që i gjendur në vend të huaj me dhimbje të marra nga Shqipëria, nga familjet e saj dhe me dhimbje që shkaktohen nga vështirësitë e adoptimit në një vend tjetër dhe mungesës së asaj atmosferi që ta krijon vetëm vendi jot. Gjithë që kanë emigruar e thonë me zë të lartë atë gjë. Në Shqipëri, në vendin e vet, ato mrekullohen. Pavarësisht se e shohin me probleme, thonë prapë, jeni më mirë ju që jetoni në vendin tuaj. Sepse ke gjuhën tënde, ke njerëzit e tu, ke kujtimet, ke familjen e gjyshit, nënës, të prindërve, ke të hallës, tezës, ke njerëz nga do. Për rastin e Floresha Pengut, më kujtua, por ndoshta një detaj që ndoshta dhe nuk dua ta ndaj dhe publikisht, për rastin Floresha Pengut, mua më ka marrë një poete italiane. Gjatë kohës që unë e trajtoja, ajo kishte parë emisionin që ishte bërë në studion e emisionit pa i gjurmë dhe më telefonoi dhe më kërkoi numrin e vllajt. E pyeta pse një poete kërkon numrin e një vllajt dhe ndoshta mund të bënte një libër. Kështu më shkoi mendja kur më prezantua që jam poete. Jo, tha, më është dhimbsur kjo histori dhe dua ta ndihmoj sepse policia italiane po i zvarrit hetimet dhe nuk po e ndihmon këtë familje. Le të themi që në emigracion shqiptarët nuk trajtojnë një lloj si shtetasit e atij vendi. Shiko, mund t'i trajtojnë sepse ka ligje ndërkombëtare që respektojnë të drejtat e njeriut. Po vetë shqiptarët nuk ndjehen sikur janë në shtëpinë e tyre. Kështu që ne nuk ja vëmë fajin vendit.
ai vend është shumë i mirë, është progresuar, i qytetruar, respekton edhe emigrantët e janë dhënë mundësira të mrekullueshme për pafund shqiptarë të cilët jetojnë shumë mirë e tjerë. Po për njerëzit febër, për njerëzit e ndjeshëm, për njerëzit që kaluar një dhimbje, për njerëzit që nuk janë mësuar, ndoshta edhe s'janë të përgatitur të jetojnë vetëm të ndeshëm me ato vështirësi, se ka të tjerë që shkëlqejnë, janë të lumtur në jetën që bëjnë. Po ama duhet llogarisim që në mesin e këtyre shqiptarëve ka dhe të tillë që nuk e suportojnë dot jetën ande, sepse kanë qenë shumë të lidhur me familjen e origjinës, me vendin e tyre, me gjithçka që kam përjetuar gjatë jetës tyre. Unë me Gjergji Likollarin fola para ditën e sotme, e ngushëllova në emrin e redaksisë e emisionit Pa Gjurmë, ku padyshim do heqim gjitha fotot e Floresha Pengu, kësaj të ndjere që u gjete pa jetë përpara 2 ditëve në Itali, por ai ka falenderuar të gjitha ata shqiptarë që kanë kontribuar dhe kanë për kërkimet në fillim kur u trajtua si histori, por dhe për ngushëllimet që kanë dhënë. Kështu që dua ta jap këtë bisedë të shkurtër. Gjergji, ngushëllimet e mia të sinqerta për humbjen e motrës. Faleminderit. Na erdhi shumë keq kur e lexuam lajmin ditën e djeshme te shqiptaria.com. Faleminderit shumë gjithëve dhe kush ka për ngushëllimet familjes tonë dhe ju që Gjergji, u gjet nga policia? Po. Ishte gjetur 40 km larg shtëpisë, buz një lumi nga lajmet. Po, në diga aty. Por çfarë dyshohet? Vetvrasje? Po. Nuk ishte mbytur, domethënë kishte pirë ilaçe, helmuse, çfarë dyshon policia? Nga ekspertiza kështu ndorën që nuk ka shenja në trup ose kështu vetvrasje. Në fakt ju keni humbur dhe babain nga kjo jetë përpara disa kohëve dhe kjo është dhimbja e dytë, plaga e dytë në familjen tuaj, bëuni të fortë ajo qofte parajsës. E në fakt, po Nexhi. Ngushëllime për familjen, për të gjithë ata të shtrenjtët e saj, u pret në paqe, por ndoj të një gjë, Odeta. Këtë lloj, si thua, dhimbje që ka njerëz të veçantë, që janë emigrim, ndoshta kalojnë më kollaj, po të ketë dhe një komunitet të organizuar. Fakt është, dhe thonë emigrantët në çdo lloj shteti, deri dhe në Amerikën e Largët, që nuk ekzistojnë ato lidhjet e dhura midis shqiptarëve. Arsyet politike, ndasit politike, ndasit ndonjëherë, si thua, që vinë nga zona të ndryshme. Po ndonjëherë dhe zilia për ata që kanë progresuar shumë dhe të tjerët që për arsye dhe objektive që s'kan patur mundësi, nuk i kanë aftësitë e duhur, s'ka qenë të shkolluar e tjerë, nuk kanë arritur tek ata të tjerët, i ka bërë që dhe vetë shqiptarët të ruhen nga njëri tjetri. Pra nuk janë të situash të predispozuar që të organizohen shumë mirë në komunitet, që të bëjnë aktivitete të ndryshme. Dhe kur janë hapur shkolla, për shumë në vëndet të ndryshme. Që mund t'i ndihmojë emigracionet. Po, pra shkolla... Emigrantët shqiptarë, në emigracion. Po, edhe kur janë hapur shkolla për gjuhën shqipe, në vëndet të ndryshme të perëndimit e tjerë, ka nisma shumë të rëndësishme, mblidhen pak, jo të gjithë fëmijët e emigrantëve, dhe ndonjëherë dhe nuk duan që të kontaktojnë prindit ose t'i lënë fëmijët në ambientet ku janë dhe fëmijët e tjerë. Kjo është një mangësi që e thonë nën-zë, por që asnjë nuk është menduar se si mund të organizohen dhe më mirë. Dhe kur shkojnë grupe të ndryshme, se kur bëhen aktivitete për festa të ndryshme, mjaftojnë që ajo salla që kanë zgjedhur, ata përfaqësuesit e komunitetit shqiptar, apo ambasada, për shembull që është në Bruksel, është në Berlin, etj, domethënë, mjaftojnë që ajo salla që kanë zgjedhur është mbushur, e mbushim me flamuj, edhe me ca këngë, me një këngëtar që këndon këngë patriotike, dhe mendojnë se kështu u zgjidhen, domethënë, ato brengat e brendshme që janë shumë individuale, po ndonjëherë dhe bëhen edhe për një grup të madh që ngjajnë brengat me njëri tjetrin. Nuk merret njeri me këto punë, por si gjithmonë ne jemi të vonuar, ne si gjithmonë shohim gjoja politika të mëdha dhe nuk shohim
cilësinë konkrete të jetës së njeriu. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar me një tjetër ngjarje të rëndë të ndodhur vetëm përpara pak ditëve ku një aksident në fshatin Daras të bashkisë Klos, ku dy të rinj, Jurgen Karaj, 30 vjeç, dhe shoku i tij 24 vjeçar Andi Losha përfunduan në një prua ku ky fundit Andi Losha pas aksidentit ka dal nga makina duke e lënë të plagosur shokun e tij Jurgen Karaj, ku rrjedha e projt e ka marrë trupin e tij dhe fatkeqësisht prej ditësh po kërkohet, por ende nuk është gjetur 30 vjeçari Jurgen Karaj, dhe në këtë moment jemi duke parë planet që edhe gazetari jon Mahir Jangulli ka sjell për redaksin e Report TV, ndërsa në foto është 30 vjeçari Jurgen Karaj, ku po kërkohet, le të themi, përgjatë këtij proji me shpresën për të gjetur trupi i tij. Nga informacionet që ne kemi, është se policia ka mundur të arrestojë 24 vjeçarin Andi Loshën me shkakun që nuk i ka dhënë ndihmë mikut të tij, por e ka lënë në makinë. Për këtë ngjarje, besoj dashur Nexhi je informuar dhe le mos themi aksidentet e fundit që kemi dëgjuar se çfarë ndodh me një shpejtësi të madhe, ku është mësuar nga gazetari jon që personi që u ndalua nga policia, 24 vjeçari Andi Losha, ishte dhe nën efektin e alkoolit, që dyshon policia që edhe personi që po kërkohet në rrjedhën e këtij proji mund të ketë qenë në efektin e alkoolit dhe kanë bërë këtë aksident fatal, ku ai tashmë po kërkohet, le të themi, në këtë prua. Autori është ndaluar sot? Është ndaluar nga policia, është ndaluar me motivi që s'ka dhënë ndihmë, mikut po e ka lënë në makinë. Jo, ai tani përgjigjet për një vepër penale që ka të bëjë pikërisht me braktisjen e personit në rast aksidenti, kur braktisja ndodh nga shoferi i automjetit, atëherë është vepra penale, domethënë, si thua, rrethanat janë rënduese, dhe si thua, vepra penale është e njëjta, por dënimi është më i madh. Kështu që në këtë rast e dënohet deri në 2 vjet burg, pra shoferi që ka braktisur këtë, me gjobë deri në 2 vjet burg, dhe në rast se ka përpasoj vdekjen që ka ardhur e personit, që ka ardhur pikërisht nga ky që ka bërë aksidentit, pra shoferi, dhe aq më tepër dhe ka braktisur, dënimi shkon deri në 5 vjet. Pra sepse kemi 2 gjëra këtu. E para një që ai e shkaktoi aksidentin, i dehur, i pa dehur, ai e shkaktari i aksidentit, dhe ajo që rëndon më tepër, ai e braktis personin që ka aksidentuar. Dhe fatkeqësisht rrjedha e atij proji e ka marrë trupin e tij, dyshohet. Po, për shoqërinë tonë dhe për njerëzit, sidomos të viktimës, po dhe opinioni shoqëror, e ndëshkon një gjë të tillë. Pra nuk është njerëzore që ti shkaktove aksident, edhe ikën, e braktis viktimën. Domethënë, ai siguroi veten e vet dhe e la që rrjedha ta marrë, pa bërë përpjekjet më minimale për ta shpëtuar shokun e tij. Është e dhimbshme, dhe në këtë moment unë dua të përshëndes edhe gazetarin ton Mahir Jangulli për të na dhënë më shumë detaje rreth kësaj ngjarje të rëndë, ku ende po kërkohet për trupin e 30 vjeçarit Jurgen Karaj. E përshëndes Mahirin. Mahir, përshëndetje. Përshëndetje Deta, po siç e thatë edhe ju, pra për 6 ditës po kërkohet Jurgen Karaj, i cili ra në lumë në urën e fshatit Dash, njësia bashkia Klos, pra në afërsi të urës Halile, ku mjeti tipa Udi me targa angleze së bashku me Andi Loshën, 24 vjeç, ranë së bashku në rrjedhën e projt Dashit. Pra projt Dashit është në një afërsi me lumin mat, rreth 500 metër, ku dyshohet që mund ta ketë marrë rrjedha e lumit. Në fakt, forcat shumë të policisë, të zjarfikëve, por edhe familjar të Jurgen Karajt, për 6 ditës po kërkojnë gjithë rrjedhën e lumit mat, nga Klosi deri në afërsi të Ulës, ku është për rreth 25 km në 2 krahat anësor të tij, por nuk kanë mundur të gjejnë asgjë deri më sot. Pra nuk dihet akoma fati i 30 vjeçarit Jurgen Karaj. Fatkeqësisht deri në këtë moment që flasim, ende është në kërkim për trupin e 30 vjeçarit Jurgen Karaj. I dashur Mahir, keni informacione çfarë ka shprehur në polici Andi Losha, 24 vjeçari, ai që kreu dhe aksidentin e rëndë? Andi Losha pra është arrestuar nga policia për mosdhënien e ndihmës së shokut, pra ata kanë rarë të dy bashkë në lumë, por ai ka arritur të dalë nga makina dhe të dalë në breg lumit. Është arrestuar nga policia, por në polici nuk ka deklaruar asgjë, ka
ka bërë si i papërgjegjshëm. Do të thonë nuk ka deklaruar, nuk më mend asgjë se ka ndodhur. Mund të ketë qenë në efektin e alkoolit, sepse policia mbas të provave që ka bërë e ka nxjerrë edhe me pije alkolike. Pra, policia ka arritur, le të themi, të verifikojë që ka qenë në efektin e alkoolit kur ka ndodhur ky aksident. Po mbas 5 ditësh ai s'mund ta nxjerrë që është në efektin e alkoolit. Dyshon policia që mund të qenë në efektin e alkoolit. Ai vetë e ka treguar këtë gjë që ka qenë në efektin e alkoolit? Policia ka nxjerrë në efektin e alkoolit në momentin e shoqërimit, pra, në atë ditë që ka është shoqëruar në polici Andi Llosha ditën që ka ndodhur aksidenti. Makina ka rënë në datë 9 janar në orën 1:30 të mbrëmjes. Andi Llosha është paraqitur në spitalin e Klosit dhe aty policia ka arrestuar. Ka marrë vesh zjarrin dhe ka arrestuar. Dhe ka qenë në efektin e alkoolit dhe për mosdhënien ndime dhe në efektin e alkoolit është arrestuar personi. E qartë, ndalimi dhe shoqërimi në polici, arrestimi është bërë po atë ditë dhe policia ka verifikuar që ka qenë në efektin e alkoolit, por ai është shprehur më herë që nuk kujton asgjë nga aksidenti dhe nuk ka dhënë asnjë shpjegim pse u larguan ato lloj forme duke mos i dhënë ndihmë shokut të tij që sot fatkeqësisht kërkohet dhe dyshohet që mund ta ketë humbur jetën. Në fakt të edhe ai ka mundur të dalë nga rrjedhë e lumit, pra po lumi ka qenë shumë i rrëmbyshëm dhe nuk di si ta shpjegoj, nuk ka pasur mundësi ta ndihmoj shokun. Por paktën duhet njoftohet ai, duhet të kishte njoftuar në moment. Ndoshta dhe kjo është. E qartë, ka qenë ato ditë të shumë të... Por fakti që ka shkuar në spital për t'i dhënë ndihmë vetes për plagët që ka marrë dhe nuk ka njoftuar policin për ndihmë dhe kjo e penalizon, besoj unë, Nexhi. Nuk e dim rrethana, atë se policia e heton, njëkohësisht zakonisht ka kamera, ka njerëz që e kanë parë situatën, domethënë nëse ky është ndjer i rrezikuar, se ndoshta situash mund të ketë dalë nga dritarja, ka mundur do të shpëtoj dhe ka mundur do të japë ndihmë. Domethënë bëhet një hetim për këto gjëra. Neve marrim një informacion të parë, por kur nuk e dim të gjithën se si ka ndodhur, nuk mund të shprehim për çdo lloj detaj. E qartë. Ai natyrisht që do akuzohet që ka braktisur domethënë atë viktimën, por natyrisht hetimi gjyqësor mund të çojë në një përfundim tjetër që ai është përpjekur, po s'ka mundur dot, ose mund të rrim në atë konkluzionin që tha gazetari, që ai nuk ka di se çka ka bën. Domethënë për këtë ai përgjigjet që ka qenë si thua në efektin e alkoolit apo çfarë lëndësh të tjera, kështu që ai nuk i shpëton përgjegjësisë penale të tij, se s'mund të jesh në timon ti kur je komplet i dehur dhe që nuk di se çfarë bën. Se dhe aksidenti ka ardhur pikërisht ndoshta nga fakti që ai ka qenë i dehur, ka qenë në efektin e alkoolit. Dhe domethënë pavarësisht vështirësive që mund të kenë pat për shirat se ka qenë ato ditë që binte borë, shi, furtunë e tjerë, u përmbytën disa vende të Shqipërisë. Por mund të jetë pikërisht për faktin që ishte nga alkooli, ose dhe fakti ekziston, ai do përgjigjet penalisht. I dashur Mahir, të falenderoj që të pata sot në këtë lidhje. Faleminderit për gjitha informacionet që përsolle për këtë ngjarje të rëndë. Faleminderit. Mirë, do të bëjmë një shkëputje, do të kalojmë në reklama, do rikthehemi sërish bashkë të dashur miq, pasi ditën e sotme një tjetër rast urgjent ka mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, bëhet fjalë për një 67 vjeçar me emrin Arjan Qazimllari, i cili përpara 24 orëve i bie, 15 janar, ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Motra e tij Flora Hysaj kërkon ndihmën tonë, kështu që vetëm pas pak. Mirë, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me historinë e Arjan Qazimllari, dashur miq, një 67 vjeçar i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij vetëm përpara një dite, 15 janar, ka dalë nga shtëpia dhe drejtimi është i paditur. Ndërkohë, motra e tij Flora Hysaj është lidhur para ditën e sotme me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe ka kërkuar ndihmën tonë për ta prezantuar historinë e Arjanit me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë me informacione. Flora Hysaj në një gjendje jo fort të mirë shëndetësore, por edhe psikologjike, e ngarkuar realisht për humbjen e të vllajt, e ka të pamundur që të ishte sot në studio, por do ta kem në një lidhje nga shtëpia e saj, por fillimisht përpara se të lidhem me Florën, dua të prezantoj një kronikë të shkurtër që gazetarja Ersela Mala i ka përgatitur për humbjen e Arjan Qazimllarit dhe rikthehemi në studio.
Një rast shqetësues është denoncuar ditën e sotme, ku shtetësja Flora Hyse ka raportuar zhdukjen e vëllait të saj, 67 vjeçar, Arjan Qazimllari. Sipas denoncimit, i moshuari është larguar nga banesa e tij në mëngjesin e datës 15 janar dhe që përja asaj dite nuk është kthyer më, ndërsa familjarët nuk kanë arritur të bien më në asnjë gjurmë të tij. Motra e 67 vjeçarit shprehet se vëllai jetonte i vetëm dhe nuk kishte as bashkëshorte dhe as fëmijë. Ajo thekson se ishte vetë ajo që kujdesej për të në përditshmëri, duke që mbështetja e tij e vetme familjare. Sipas saj, Arjan Qazimllari vuante prej kohësh nga probleme shëndetësore, kryesisht në zemër. Gjendja e tij mund të ketë ndikuar edhe në mirëqenien e tij të përgjithshme. Ajo shpreh shqetësimin se këto probleme mund ta kenë sjellë dhe çrregullime në gjendjen e tij mendore, duke ngritur dyshime se largimi i tij mund të ketë qenë i pavullnetshëm ose i ndikuar nga gjendja shëndetësore. Familjarët kërkojnë ndihmën e qytetarëve që mund të kenë informacion mbi vendodhjen e tij, ndërsa rasti është denoncuar edhe pranë autoriteteve përkatëse. Kjo është historia e Arjan Qazimllari dashumiq, ky 67 vjeçar që figuron i humbur për familjen e tij dhe motra e tij është vendosur në merak, ndërkohë që bëhet gati lidhja e dashur Nexhi. Ky largimi nga shtëpia e kësaj moshe po bëhet shumë problematik. Le të themi disa raste kohët e fundit që kam trajtuar, edhe përpara 2 ditëve një djalë kërkonte nënën 80 vjeç që ka ikur nga shtëpia, po bëhet shumë shqetësues dhe një problem vërtet serioz për këtë moshë. Pa, problemi është se jo të gjithë kanë mundësi që ti ke vënë një shoqëruese, personi që mund të shfaqë probleme të shëndetit mendor, të kujtesës, të demencës, të sklerozës, si që themi ne e tjerë. Domethënë jo të gjithë kanë mundësi që të vënë një njeri ta shoqërojnë. Nga informacionet, Arjani jetonte i vetëm, nuk ishte krijuar familje dhe ishte motra që kujdesej, le të themi, edhe ajo jetonte në Tiranë, por e kemi Florën në një lidhje telefonike dhe menjëherë dua ta përshëndes. Flora, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Unë rreth parë uroj që të marrim lajme dhe informacione sa më shpejt për vllain tuaj, ai të jetë shëndoshë mirë dhe të kthehet sa më shpejt pranë jush. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Unë dua të pyes, si e mësove ti humbjen e vllait, sepse ti nuk jetoje me të, ai jetonte i vetëm në banesë. Jo, unë nuk jetoj me të, po vi çdo mëngjes këtu në shtëpinë e tij, edhe ndihmoj për gatimin, për pastrimin, për ndihmoj, sepse edhe nuk i jepej shumë për këtë pjesë. Vi para dite, vi dhe i bëj dhe drekën, ndihmoj dhe pastaj vi dhe prapë dhe mbas dite i jap dhe darkën dhe iki në darkë. Dhe kam ikur rreth orës 7 e pak. Pra, le të themi gjatë ditës ti shkon disa herë dhe kujdesesh për vllain dhe darkën e Sibje e datës 14 janar, mirë e kam. Djek, në darkë e lash në shtëpi, e lash duke ngrënë darkën, tash hiki dhe ika. I thashun dhe, ma darkë dhe shtriu, i thashun shiko televizor, ka një më tha mua. Se mos dalë se shtot, jo, fa do shtrien. Kaq, vi në mëngjes nuk e gjej. Rreth orës 10 e pak. Pra, që ti jemi të qartë, mbrëmjen e 14 janarit, në orën 7, ti ke dalë nga shtëpia e ti dhe në 15 janar, në mëngjes nuk e ke gjetur në shtëpi. Nuk e gjeta në shtëpi, po ai ka pas dhe raste tjera, po në video, der flerat, bën një xhiro kështu rreth rrotull dhe vjen shumë shpejt. Nuk bënohet. Je interesuar në lagje, konkretisht në zonën e medreses, jetonte vllai juaj, në lagje numër 8 e ka medreseja. Po. U interesova, po nuk e kishte parë njeri ata që mund ta kishin parë. Dola dhe denoncimin në polici, u shqetësova të them drejtën, dola dhe vete kërkova, vajta te një kafe që kemi aty që zakonisht shkojmë pim kafe, nuk e gjeta. Them drejtën u shqetësova, se ai nuk e bënte këtë gjë. Normal, është një shqetësim shumë i madh, mos të gjesh vllain në shtëpi, ka kaluar më shumë se 24 orë, le të themi. Më e keqja është se s'ka marrë as celularin, s'ka veshur as një xhupë, është me 2 bluza pambuku. Sot e konstatova atë dje në darkë që ajo atë bluzën nuk e shikoj këtu, do ta ketë veshur sipër. E qartë. Dhe mendoj që është dhe hollshëm, nuk ka dhe shumë lekë, se nuk mbante lekë shumë me vete, dhe nuk e di ai është i pa ngrëni pa, është ftohtë, jam shumë e shqetësuar për shëndetin e tij. E dashur Flora, është e kuptueshme. Uroj që të marrim sot ndonjë lajm dhe informacion, por të lutem, do më tregosh rrobat që kishte veshur, sepse ti ke arritur të zbulosh që ai ka marrë një bluzë sportive ngjyrë blu, është pikërisht tek fotoja që na ke vënë dispozicion, ajo bluza. Jo, nuk është kjo, janë blu, po blu të tjera. Një bluzë tjetër, mund ma përshkruash vllain tënd rrobat që ka veshur, por edhe pak fizikun e tij? Rrobat që ka veshur ka pasur tuta blu.
një bluzë blu që lexon të fins, po bluza që ka marrë dhe mund ta ketë veshur sipër asaj, ishte po blu dhe që kishte 4 gëmra FDN. Pra, le të themi ai ka veshur një kostum sportiv ngjyrë blu. Blu dhe sipër dhe ajo që kishte veshur sipër kostumit. Është po ngjyrë blu. Është po ngjyrë blu, por një blu tjetër si më i vjetër dhe lexon FDN. E qartë. Ndërkohë, mund të më thuash nëse ka ndonjë shenjë karakteristike vllai juaj, ndonjë nishan të dukshëm, ndonjë tatuazh? I duket dhe aty, ndoshta në krahun e majt ka një nishan këtu. Po. Duket nishani që ka, flet për pjesën tek faqja e majt. Po, tek faqja e majt ka një nishan që duket është me si boqelli, ka atlete ngjyrë blu me gomë të bardhë dhe me atë shenjën e Nike të bardhë. Unë uroj dhe shpresoj që kushdo që është duke na ndjekur në këto momente mund të na ndihmojë me informacione për humbjen e Arjan Qazimllarit. Regjia po i jep foton e këtij 67 vjeçari që ka dalë nga shtëpia, dyshohet. Do t'ja shumë për nder, do t'i falenderoj shumë nga zemra nëse do më japin. Unë në 2 natës do shkoj ta marr. Kushdo që mund ta ketë parë, këtë 67 vjeçar është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi Arjan Qazimllari ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 15 janarit, kanë kaluar më shumë se 24 orë dhe drejtimi është i paditur. Do qëndrosh me mua e dashur Flora edhe për pak minuta të tjera. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe po flasim për humbjen e Arjan Qazimllarit, një 67 vjeçar nga Tirana që ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 15 janarit dhe nuk është kthyer në shtëpi. Ka motrën Florën, e dashur Flora, nuk e di nëse e kam Florën në një lidhje telefonike. Po, ja. E dashur Flora, jemi në fund të programit, por unë të premtoj që historinë e vllait tuaj do ta shpërndajmë dhe në rrjetet tona sociale dhe çdo informacion që do mbrinë do mbetemi në kontakt. Uroj që ai të gjendet po pas ditën e sotme, por nëse ke një mesazh për të përcjell do të dëgjoj. Kushdo që ta shikoj, o t'ju marri juve në telefon, ose ta mbaj aty të na njoftojnë, vetëm ta mbaj se shkoj unë e marr, domethënë në çfarë do lloj ore që të jetë, kudo që të jetë. Uroj dhe shpresoj që të marrim lajme për vllain tuaj, do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes të dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit Flora. Shumë edhe i falenderoj të gjithë ata që nëse shikojnë të na njoftojnë. Faleminderit Flora. Ne po shkojmë drejt fundit. Një mesazh që mos ne policia të njoftohet, se denoncimi është bërë. Po vetëm kaq, po është një dritare shumë e mirë televizioni juaj, emisioni juaj, sepse njerëzit menjëherë marrin njoftim, se policia nuk shpërndan dot njoftim që ka ndodhur na ka kërkuar ndihmë ti nxjerrim personat të humbur. Ju bëni një gjë që domethënë është shumë e vlerë për familjarët që kanë ngjarje të tilla. Por ajo që dua të theksoj pak, unë është që njerëzit kur shikojnë dikë që është i përhumbur, duket që është i pangrën, duket që ndoshta ka kaluar një problem. Ka një problem që ka 24 orë, s'ka fjetur, s'ka ngrënë, s'ka pirë, është i rënuar, është i menduar etj, sepse ai nuk lëvizi direkt në destinacion ku do të shkojë diku. Ai vërtitet diku. O në për Tiranë, në mos ndonjëherë hipin në makina shkojnë diku tjetër nga origjinën e tërë, atëherë njerëzit të kenë atë ndjeshmërinë, e cila tani duhet jetë më shumë se sa ka qenë përpara, që të marrin 129 policinë ose këtu ke Report TV dhe të njoftojmë që shohim dikë, nuk e dim se çfarë është, nuk e dim se çfarë halli ka, çfarë shqetësimi ka, por është një njeri që është i përhumbur dhe mund të ketë një problem. Atëherë menjëherë policia në këtë rast shkon, merr dhe ambulancën e tjerë, kështu ndodh në gjithë botën. Të falenderoj për mesazhin që përçove dhe të falenderoj që të pata sot në studio. Faleminderit dhe ju. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për sot. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit dhe bashkë takohemi të hënën tjetër, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.